Përshëndetje, mirë se vini në Living Day. E ftuara ime për sot ka disa profesione, si gazetare, politikane, studiuese e emigracionit, madje edhe shqiptarja e parë e cila ka kandiduar për zgjedhjet në Parlamentin Evropian në Itali. Ka ditur si t'i bëj bashkë këto dy vende që kur ka qenë e vogël. E sot vjen për të na rrëfyer për këtë rrugtim jete, por edhe sfidash në ndihmë të emigracionit në Itali. Kam kënaqësinë të mirëpres në studio Gherarta Zhej Babo. Gherarta, përshëndetje, mirë se vjen, shumë kënaqësi të të mirëpres. Shumë kënaqësi. Sa mirë që vjen në Shqipëri dhe ndalesh këtu në studion e Living Day. Dhe do doja ta nisja bisedën nga emri Gherarta, ke një emër shumë të bukur. Kush ta ka vendosur emrin? Faleminderit, emrin prindrit natyrisht i mat. Faktikisht më donte të kishte një emër që bashkonte emrin e tij dhe emrin e mamas. Kështu që Gherarta i ka një pjesë të emrave të dy. Po flasim për një ndër personalitetet shqiptare në fushën e gazetarisë, Artur Zhej, baba juaj, dhe nëna? Garentina, është një emër në fakt është një emër shumë i vjetër, arbreshët ende e përdorin. Dhe kur kam qenë të arbreshët edhe kam zbuluar që ende përdoret. Sa bukur. Për shembull, legjenda e Konstantinit dhe Garentinës është tek arbreshët. Më ka bërë shumë përshtypje, se është bukur të gjesh, domethënë rrënjët e tua te dikush që prej kaq shekush i mbart ato dhe i çon përpara. Dhe sa keq që disa emra ne nuk i vendosim më në Shqipëri, sikur i kemi humbur. E ke dashur, e ke patur një lidhje të veçantë me Italinë që kur ke qenë e vogël? Kam pasur një lidhje të veçantë me Italinë që e vogël, patjetër për faktin që isha si shumë shqiptarë të tjerë pjesë e emigracionit me maman, kemi shkuar në Itali që e vogël. Ti ishe pjesë e emigracionit. Që kur ke qenë këtu në Shqipëri? Që kur kam qenë këtu sepse isha e lidhur me Italinë, se më pëlqente si botë patjetër, po shumë atëherë ka qenë e përhapur kjo lidhja historike, gjuha, në familje të gjithë dinin italisht. Po edhe sot, në Tiranë, me thënë drejtën, është i vetmi vend ku dëgjon Celentanun, Kutunjon, akoma në për lokalet italianët kur vinë dhe dëgjojnë ngjelin të marnitur. Ne kemi pasur një lidhje të hershme me kulturën italiane, që italianët tani e rizbulojnë veten e tyre nëpërmjet syve tanë dhe mënyrës se si dhe sa ne duam kulturën e tyre. Dhe se si ne e kemi parë, ashtu si e ke parë ti si një fëmijë i vogël nga Shqipëria, teksa nëna jote emigroi në Itali, për para viteve 90. Në vitet 90, në fillim të viteve 90. Në fillim viteve 90, po, ka qenë një edhe në këtë kuadër, një nga personat që zgjodhi të emigronte, gjithmonë me idenë e ndërtimit të një të ardhme më të mirë për mua, si shumë të tjerë, dhe si rrjedhoj më pas edhe unë u bashkova me të, dhe kështu që nisem jetën në Itali. Do të shohim, po shohim një foto në ekran. Wow! Pas keni bërë lumtime të thella. Okej, këtë nuk e prisja. Në moment i bukur me maman, me nënën tënde. Po, wow. Çfarë të them, po është një foto personale, jam shumë e lidhur me këtë imazh, me këtë foto. Po i ngjan shumë amit. I ngjaj, vërtet. E shohim edhe një herë foton, i ngjan shumë amit. Nuk e di, nëse i ngjaj kaq shumë, por... Më duken të njëjtat flokur. Është më kaçurelse. Më kaçurelse, po. Edhe syt, po, syt shumë të bukura i ka pasur. Këto fotot e atëhershme nuk ishin plotësisht me ngjyra, kështu që humnin disa sfumatura, po prap kjo është e bukur. Faleminderit që marrë risollët. Një tjetër moment që do doja të risillja, më bëri përshtypje teksa lexoja për kujtimet të tuat që ke shkruar, se ke patur mundësinë, po në fillim të viteve 90, të takosh Nën Terezën. Ke qenë aty dhe ke qenë fëmija që i ke dhënë lule. Cila ka qenë gjëja më e rëndësishme që ka shënjuar për ty atë moment të takimit me të? Ka qenë një emocion i rrallë, ndër ato emocionet e papërsëritshme të jetës. Unë
kaloja një pjesë të rëndësishme të kohës time fëminore me motrat e Nën Terezës, që kishin hapur këtë shtëpinë e tyre në Tiranë dhe gjyshja ime ishte vullnetare aty dhe unë gjithmonë isha me të dhe ndihmonin personat që kishin nevojë. Ndjeja veten në një ambient ndërkombëtar, flisnim anglisht që e vogël dhe kur erdhi momenti që do vinte Nën Tereza, më mblodhën ato motrat e Nën Terezës aty dhe më thanë: "Geri, ti do kesh një mision të rëndësishëm. Do jesh ai fëmia që do japi lulet Nën Terezës në aeroport", edhe ato e kishin me shumë se ishte mision vërtet, pristin nga unë dhe e mora shumë seriozisht, kështu që isha e veshur me të bardha dhe me lule dhe prita bashkë natyrisht me gjithë të tjerët, isha fëmia që i dha lulet në Patët mundësinë e një komunikimi, atë tha ajo diçka, ajo kujton një gjest të saj. Bëri gjën më të jashtëzakonshme dhe të bukur dhe që bënte, dhe ishte ajo që më bekoi. Më vuri dorën në kokë dhe më bekoi në momentin që isha që zbriti dhe që më takoi. Dhe ky ka qenë një kujtim që më ka shoqëruar dhe herë të tjera, sa herë ka ardhur më pas, ato pak herë që ka ardhur prapë në Shqipëri, unë kam pasur gjithmonë fatin të takoj përsëri. Dhe gjithmonë më ka bekuar dhe ka qenë momente shumë prekse për mua. Do me thënë se shumë isha momentet e para që dhe rizbuloja fen, momentet kur gjyshja më çonte në kish mbas kaq vitesh që nuk kishte pasur mundësi që të frekuentoheshin vendet e kultit, edhe për mua ndjeja veten thellësisht të prekur dhe një fjali ose diçka që ajo ta ka thënë? Një fjali apo diçka që më ka thënë. Një mesazh që ajo të ka dhënë ndoshta që ti e ke bërë të ndjen. Më bënte shumë përshtypje pjesa praktike e saj, pjesa konkrete. Më kujtohet kur për shembull kishte sjell mjek nga vende të ndryshme të botës për të kuruar pacientë shqiptar që në ato faza kishin shumë nevojë. Dhe ajo ishte tërkohës në veprim me të tjerët. Nuk ulej, nuk pushonte, sistemonte gjëra që nuk shkonte, mundoj t'i drejtonte. Do me thënë, një shembull praktik që më ka bërë përshtypje. Dhe pastaj që nuk harronte, më sillte gjithmonë një dhurat diçka të vogël, një rozario më ka sjellur një herë me petale lulesh. Ishte. Geri, a ka qenë i vështirë? A ka qenë e vështirë historia jote e emigracionit drejt Italisë? Do të thosha që ka qenë e vështirë, po, ka qenë e vështirë. Ishim unë dhe mami, dy persona që dy emigrante, unë e vogël, mamaja e madhe, me vështirësitë e fillim viteve 90, kur çdo gjë ishte për të ndërtuar si sistem. Ne përballeshim me faktin me shumë element, për shembull nuk njiheshin titujt akademik, nuk njihej mirë Shqipëria, kultura, kishte paragjykime, kishte vështirësi për të njohur një botë tjetër. Kemi pasur goxha vështirësi, po. Dhe më pas ti u rritë dhe u bëre një zë i rëndësishëm i shqiptarëve në Itali. Dhe në radion e Torinos ishe në drejtimin e një programi, e një emisioni, i cili titullohet gjithashtu Shqip në Torino. Se ndjeje kaq shumë të rëndësishme që të flitej shqip në Itali? Dhe shohim një foto. Vërtet jam shumë impresionuar nga puna që keni bërë. Do me thënë, kjo është foto para 15 vitesh, unë po tani që po marisjell kanë kaluar 15 vjetë. Atëherë, para 15 vitesh nuk ishte si sot, që sinqerisht është goxha më e pasur bota e italo-shqiptare. Kishte shumë nevojë për një hapësirë ku të flitej shqip, ku të promovoj kultura jonë, edhe informacionet përgjithshme. Ky ishte një emision që ishte një pjesë të tij në italisht dhe i fliste italianëve për shqiptarët, për Shqipërinë, dhe pastaj ishte një pjesë tjetër në Shqip. Dhe aty, për shembull, më kujtohet që më shkruanin, më merrnin telefon persona që thoshin: "Ua, rastësisht u lidha me dhe gjeta një zë në Shqip këtu në Torino", ishin shumë të impresionuar. Dhe besoj se ka qenë një hap i vogël i rëndësishëm në botën e diasporës tonë në Itali.
Po, ndoshta ka qenë një hap i vogël ose i madh për shumë shqiptar, por i madh ka qenë gjithashtu kontributi yt veçanërisht për të gjithë shqiptarët që kanë punuar në Itali për të marrë pensionin. Edhe në këtë rast, të jesh pjesë e një komuniteti, ta quajmë kështu, kërkon disa angazhime, të pak të nuk shu e ndjej. Kur ti jeton një situatë të një komuniteti që i mungon një e drejta për gjitha ta shqiptarë që kishin punuar në Shqipëri, pastaj emigruan, punuan në Itali, por nuk arrinin dot pragun minimal për pension në secilin shtet dhe duhej punuar për të bashkuar vitet e kontributeve. Do të thënë, kështu duket si një gjë teknike, por në fakt është shumë e prekshme për jetët e njerëzve. Dhe për këtë arsye ndjeva të domosdoshme të jepja një kontribut në themi sensibilizimin e institucioneve italiane në këtë rast, sepse kisha mundësi, kisha kontakte dhe kisha mundësi ta bëja, ndaj dhe ndjeva dhe bëra dhe... Cilat ishin vështirësit e kësaj marrëveshjeje me cilat të përballe? Po ka pasur shumë vështirësi. Së pari ishte një vështirësi e parë që ishte fakti që Italia mendonte kjo gjë do zgjidhet kur ju të hyni në BE. Kjo ishte qasja fillestare që ishte shumë problematike, sepse mendonin që duke pasur shumë qytetarë shqiptarë në Itali, edhe fondi që duhej lëvruar duhet ishte i madh dhe Italis do i kushtonte shumë. Pra në ndryshimi mundësisë ka qenë gjë e parë, i bëm që të kuptonin që ishte një e drejtë dhe që ato kontribute ishin derdhur nga qytetarët, dhe pjesa tjetër shumë e rëndësishme krijoje partnership me politikbërës italian që mbështesnin këtë kauzë, e bënin të tyren dhe e çonin përpara si të ishte, si që është faktikisht një kauzë italo-shqiptarësh edhe qytetarësh që banojnë në Itali. Kjo që e pjesa tjetër. Çfarë doje të arrije ti me përfshirjen tënde dhe me kandidaturën tënde në Parlamentin Evropian në Itali? Cili ishte synimi dhe ambicia jote? Me kandidaturën ideja ishte atëherë, ka ca momente që e ndjen veten që duhet japësh një kontribut, edhe në këtë rast. Pra që po ndodh diçka dhe ka një urgjencë për të vepruar për një hap konkret. Dhe unë politikën kështu e shikoj faktikisht. Dhe në atë periudhë historike ishte një periudhë ku po vijej shumë theksi në politikën italiane, tek muret, tek ndasit, tek fakti që kushdo që vjen në Itali mund të jetë një rrezik, mund të jetë një problem. Unë doja të tregoja një tjetër histori, që është historia që ne e kemi në historinë tonë shqiptarëve të Italisë, po dhe të arbreshve për shembull. Po. Gjithashtu na shoqëron një tjetër foto e jotja. Dhe sidomos zgjedhje është posteri, që është përdorur për zgjedhje. Po, për zgjedhje dhe shikoni që është jugu Italis aty. Kam kandiduar në zonën e jugut, që është zona e arbreshve ndër tjera. Jo, ideja ishte do të flasim pas patjetër. Të kthehemi gjithmonë te kjo temë, e kupton, por nuk e bëj kasilet, thjesht më del gjithmonë nga shpirti dhe ideja është që edhe parimet e BE-s, që unë e Bashkimit Evropian si komunitet me disa të themi boshte që duheshin në atë fazë sipas me e mbrojtur me veprime konkrete dhe për këtë arsye vendosa që të kandidoj. Dhe ke patur jo pak kontestime? Jo pak, por kam pasur dhe shumë mbështetje edhe shumë vota që nuk qenë të mjaftueshme për të zgjedhur, po ishin një arritje e madhe për një person që si hap të parë të vetin në politik po kandidonte për zgjedhjet europiane dhe kam tjerë veten shumë të mbështetur për krahur. Dhe patjetër dhe të kontestuar se ka qenë një moment të kontestimet. Përse ishin ato qëndrime? Po, atëherë si që thash, ideja ishte një moment polarizimi, që nuk është se sot nuk është, por po flasim tani për atë fazë. Dhe të silje një histori tjetër, një këndvështrim tjetër, tërhiqte të themi e quajte kontestime, po në fakt ishin edhe kërcënime, edhe sharje fyese shumë të rënda, patjetër, të gjitha këto, se kontestimi është shumë okej, jo. Kështu ka ardhur tek ne, në ato mundësi që kemi patur, gjatë kërkimeve apo leximeve, si kontestime, por ti ke patur edhe kërcënime? Ka pasur, patjetër, të gjitha, dhe fyrje shumë të rënda, pikërisht të lidhura me origjinën shqiptare, të lidhura me faktin që
ti pretendon të vish këtu, të na thuash ne se çfarë politikash duhet bëjmë. Të gjitha të pritshme, deri diku i prisja, sepse kisha prekur një element që disa nuk arrin dot ta pranojnë, Kështu që kjo më bëri të kuptoj që ishte e nevojshme kandidatura. Se nga ana tjetër, dua të them dhe këtë një gjë shumë të rëndësishme, ne kemi një komunitet dinamik në Itali, që po ka filluar të kandidojë dhe të jetë pjesë e politikës në hallka të ndryshme. Tani, kjo kandidaturë nga shumë prej tyre u pasi një hapje, një dere për herë të parë, për të synuar edhe një nivel të lartë, siç mund të jetë ai për Parlamentin Evropian. Pra jo vetëm këshilltar të një vendi të vogël, por edhe një nivel tjetër. Dhe kjo sidomos edhe nga gratë emigrante, më është nënvizuar nga ato vetë në një moment të dytë, dhe kjo më duk shumë e rëndësishme, mbasi e analizova më pas. Dhe si u përgjigje ti atyre? Po, pa tjetër unë përgjigja me mënyrën time, me gjuhën time që është ajo e dialogut, e të qenit pozitive, të ndërtuarit dhe e dhënit të rëndësi pjesës tjetër që ishte kjo pjesa e ndërtimit. Dhe e ke ambicien sërish për të qenë pjesë, për të dhënë kontributin tënd? Atëherë, mendoj që politika është diçka që ndjen të bërit politikë është diçka që ndjen brenda dhe që mund të bëhet jo vetëm me partitë, mund të bëhet ditë për ditë, edhe në jetën e përditshme. Dhe unë e ndjej këtë, në këtë moment jam fokusuar në tjetër drejtim, që është më themi me projekte dhe jo me parti, por ama është gjithmonë pjesë e imja patjetër. Ndoshta në të ardhmen do rikthehemi ta bisedojmë përsëri. Edhe nëse është kjo në ambicjet e tua, e uroj pikërisht atë që dëshiron. Do të shkojmë në një hapësirë publicitare, do të rikthehemi pas pak dhe do të flasim për projektin më të dashur për ty për momentin, që ka të bëjë me arbëreshët.